këto përjashtime i kanë përmendur dietarët që në kohët e vjetra. Do thot ai që do mbrojtje nga padrejtësia, ai që kërkon fatfa, ai që kërkon ndihmë për ndryshimin e të keqes, për njoftim, se tham se më duket se nuk e numëruam këta. Edhe e pesta, do thot ai që i bën mëkatet haptas dhe paralajmërimi prej sherrit dikujt. Do të thënë për gjitha këto pajtohen njerëz të bidatit. Do të thënë se argumentet janë të shumta në librin e Allahut, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dietarët i kanë sqaruar. Dhe te kjo e gjashta, se nuk është renditja kështu si i kanë përmendur, po e përmendi të fundit, gjashtën, paralajmërimi kundër atij që mund të sjellë ndonjë dëm. Këtu nën këtë hyn disa pika, do të thënë siç thash për çështjet dunjas, nëse paralajmëron dikush për tregti, paralajmëron për martesë, paralajmëron për shembull për fqinësi, që mos jeto në këtë lagje, shembull se është filani e kështu me radhë, askush nuk kundërshton këto. Edhe është e njohur që njeriu i cili të paralajmëron prej dëmit të dikujt për këto çështje dunjas, është e njohur të njerëzit se është i falënderuar. Kurse kur vjen puna për të çështja e fesë, atëherë e shikojnë interesin e personit më shumë se interesin e fesë. Do të thënë nëse e sheh se mund të dëmtojë në tregti, paralajmëron, është në rregull. Por kur mund të dëmtojë në fe, edhe të paralajmëron dikush që ta do të mirën, atëherë i sjellin argumentet e gibetit, se nuk lejohet përgojimi e kështu. Do të thënë, siç thash, e shikojnë interesin e personit. Por as kjo nuk është e saktë. Edhe nëse e shikojmë interesin e njerëzve, jo interesin e fesë, atëherë duhet ta dimë se interesi i qindra, mijëra, miliona muslimanëve është më parësor se interesi i një personi. Do të thënë, nëse flitet për Sejt Kutubin, për Jusuf Kardawin, ose për këta njerëz në vendet tona flitet me emër, ata janë disa persona me gishta. Dhe nëse nuk flitet, do të thënë nëse flasim kundër tyre, do të thënë kemi përgojuar disa persona me gishta. Nëse nuk flasim kundër tyre, i kemi dëmtuar 2 miliard musliman. Do të thënë i dëmtojmë që nuk i paralajmërojmë nga dëmi i tyre, atëherë edhe nëse e shohim interesin e njerëzve, prap më shumë ka përparësi paralajmërimi se heshtja ndaj bidatit. Kjo është edhe një përsëritje se përndryshe argumentet për këtë janë të shumta, po desha ta tërheq vëmendjen te kjo se do të për gjitha këto përjashtime pajtohen edhe për këtë gjashtën për paralajmërim,